E para njërë si model qytetarie, si njeri sjellje që ne na mungon aq Nuk e gjen shumë, dot. agresiviteti jon, Nuk e gjen dot. armiqësia jon, urrëtia që kemi pa shkak, morti. Nuk e kuptoj këtë siguri, urrëtia pa shkak. Nuk e gjen dot. Ta thash edhe përpara, Pirro, unë nuk e kam parë një moment që të shpreh urrëtie për njeri Pirro. Sa i këndshëm. Urrëtia është shumë fjalë e rëndë për Pirro. Na bëri Marieta për një përkujtimore për Ricardin. Edhe unë isha duke përgatitur dokumentar për Ricardin. Në tavolinë kështu shoqërore mes nesh, ngrihet Pirro dhe tregon një histori fantastike për Ricardin. Ricardi kishte ikur. Thot, u hap nami që ka vdekur Ricardi. Pa. Edhe thot Ricardi, Pirro, është gjeta kështu më se, po çka ke? Kanë thënë. I thon, kanë thënë që ka vdekur. Po ja ti je gjallë. Çfarë ke? Jam gjallë, po populli kanë kujtuar se kam vdekur. Ashtu i thash mirë, hajde hip motor. E tregon këtë në ndodhe dhe unë e kam futur në dokumentar, kështu se po e them. E hipan motor, thotë, dolëm në për Tiranë. Po që ta shifin njerëz Berenxhira dhe Ricardo thosh, jam gjallë. Po e tregoj Pirro kaq bukur. Po ta thash mënyrën e të treguar e kishte fantastike. Ishte njëri i rrallë. Unë them i rrallë dhe si familjar. Po. I trajton të ata çunat, i bëri koleg, po i trajton të urtë e but. Nuk dinte ai të tregonte autoritarizëm. Po burrë shqiptar, se burrë shqiptar. Bëtu kështu. Po, jemi të gjithë me kaq. Ja, ishte tamam sikur ishte një familje fisnik. Ishte fisnik. I lindur fisnik. I lindur, po. Bëri jetën si fisnik, jetën e plotsoi se u bë i ditur, shumë i ditur. Shkruante, përktheu, ka përkthyer. Ka shkruar dhe libër. Bile ky libri i fundit, një 2 javë përpara se të ikte, ju përkthyer në Spanjë. Po. Të vërtetë apo të pabesueshme. Edhe krijoi, edhe kishte debulesë për Pragën. Edhe me këtë Havelin krijoi kështu lidhje. Vajti bëri dhe filmin atje që është gjysmë biografike i filmit. Ajo ka qenë gjëja më e mirë që bëri shteti, që çoi ambasador Pirron, kishte njëri që mund ta nderonte Shqipërinë më shumë se Pirro në Çeki dhe marrëdhëniet që krijoi Pirro. Si Pirro që jo vetëm ambasadën, po Pirro nderon Shqipërinë kudo që ta çojë të lektoronte. Po. Se profesionist kishte i anagnosin Viktor Gjikën. Ja, po nuk e kanë atë. Por të vrisë me pambukaj. Pirro ishte jo vetëm kinas, po një njeri tamam diplomat, tipik diplomat. Burri ditur. Shumë burri ditur, shumë burri kulturuar dhe Pirro ishte aq i ditur edhe çuditshme, ka për shumë filma më shumë se gjithë tjerët, po që se do un regjisor ose aktor, me Pirro nuk bëhesh xhelos. Ja. Është çuditshme. Ja, me një tjetër. Që ka xhelozinë, arti e di shumë mirë, është vetë kudo. Jo vdes, nëse arti nuk ka ambicie, nuk ka xhelozi, nuk ekziston. Jo, se me Pirro nuk bëhesh. Nëse me Pirro jo shpesh. Ja, s'bëhet. Shikoj normale. Shikoj normale. Pse? Ishte njeriu. Po pra ishte njeriu. Në bazë të Pirros ishte njeriu fisnik, ishte njeriu që ti edhe po të kishe gabuar Pirro, ti thoshe, kush e di se si ka rësi, nuk ta bën me qëllim. Ja. Sigur ti kishte organizuar Pirro tabore të tëra, të sulmonte ty, ti doja fare thoshe, ja, Pirro, ja, kush e di. Po nuk e kishte një mirësi të ngritur jo në art, por në kult. Në kult. Pirro Melkani. E kishte organike. Në kult. Nuk kishte, unë se kam një gjuhë njëri të fyë njëri.